Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pa rezultat pesor bisedime midis presidentit rus Vladimir Putin dhe negociatorit të lartë presidentit amerikan Donald Trump. Një zëdhënës i Kremlinit tha se takimi në Moskë ishte konstruktiv, por pjesë të planit mbeten të papranueshme për Rusin. I dërguari special i Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndri presidenti Trump, Jared Kushner, morën pjesë në bisedime pas disa javësh diplomacie intensive që synonin përfundimin e luftës. Ekipi amerikan nuk ka komentuar pas largimit nga Moska. Me herët Putin tha se ndryshimet të propozuara nga Kievi dhe Europa, një plan paqe të mbështetur nga SBA, ishin të papranueshme, duke shtuar se nëse Europa dëshiron të shkojë në luftë dhe e fillon një të tillë, Rusia është gati. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio pretendon se është arritur një farë progresi në bisedimet SBA-Rusi. Në intervistë për Fox News, ai deklaroi se janë përpjekur të bëjnë dhe mendojnë se është arritur një farë progresi. We have tried to do, and I think have made some progress, is figure out what can the Ukrainians live with that gives them security guarantees for the future, they're never going to be invaded again, allows them not just to rebuild their economy, but to prosper as a country, be a country that has an economy that grows. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara shpresojnë që kompromisi do t'u lejojë ukrainasve jo vetëm të rindërtojnë ekonominë e tyre, por dhe të lulëzojnë si vend. Ndër pikat e mëparshme që përbëjnë ngërç janë kërkesat e Kremlinit që Ukraina të heqë dorë zyrtarisht nga aspiratët e saj për t'u bashkuar me NATO dhe që Ukraina të dorëzojë territorin në rajonin Donbas të Ukrainës lindore, që është aneksuar por ende jo i pushtuar nga Rusia. Rusia do të marrë Donbasin ushtarakisht apo ndryshe, kështu deklaroi presidenti rus Vladimir Putin në një intervistë për India Today para takimit të tij me kryeministrin indian. Gjithçka varet nga kjo, ose i çlirojmë këto territore me forcën e armëve, ose trupat ukrainase se të riqen nga këto territore dhe ndalojnë si luftuar e atje, tha Vladimir Putin. Për presidentin rus, Donald Trump po përpiqet sinqerisht të gjejë një zgjidhje konsensuale për paqen në Ukrainë, por shtoi se kjo është e vështirë. Ai theksoi edhe një herë se Shtetet e Bashkuara duhet që të përfshihen për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por jo të ndërhyjnë. Ushtria ruse njofton për pushtimin e qytetit Ukrainas të Pokrovskut në rajonin lindor të Donetskut. Prej më shumë se një viti ai ka qenë në sulm, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov përpara gazetarëve rus. Pretendimet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, megjithëse presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski vuri në duke gjatë një vizite në Paris se luftimet rreth Pokrovskut dhe Kharkivit ishin intensive. Vëzhguesit sugjerojnë se njoftimi i Rusisë për avancimet ushtarake mund të ishin planifikuar përpara vizitës së dërguarit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Steve Witkoff, në Moskë. Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse akuzon Francën se kërkon përfshirje të drejtë për drejtë në konfliktin në Ukrainë. Franca është e hetur të dërgojë trupat e saj në Ukrainë dhe vazhdon të shqyrtojë mundësitë për përfshirje të drejtë për drejtë në konflikt, tha SVR në një deklaratë. Sipas shërbimit të inteligjencës, ky është qëllimi i dekretit qeveritar të 31 tetorit 2025 që autorizon përdorimin e kompanive private ushtarake për të ofruar ndihmë për një vend të tretë në një situatë konfliktit armatosur, duke vënë në dukje se çdo qytetar europian e kupton se për cilin vend bëhet fjalë. Franca i ka syt nga Kina për zgjidhjen e konfliktit me Ukrainën. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se Kina zotëron aftësi vendimtare për të ndikuar në arritjen e pushimin në Ukrainë. Komentet u bën gjatë takimit me presidentin kinez Xi Jinping i zhvilluar në sallën e madhe të popullit në Pekin. Macron theksoi se roli i Kinës në stabilizimin e situatës ndërkombëtare është i rëndësishëm, veçanërisht në krizën e vazhdueshme në Ukrainë. Ai nënvizoi se Pekini është një aktor me peshë në çështjet globale dhe se mbështetja e tij mund të jetë thelbësore për të shtyrë palët drejt një zgjidhje diplomatike. Ministri i jashtëm gjerman, Johann Wadephul, vlerëson se Ukraina mund të detyrohet të bëjë koncesione të dhimbshme në procesin për të dhënë fund luftës së agresionit të Rusisë. Kjo do të jetë padyshim një procedurë jashtëzakonisht e vështirë për Ukrainën, e cila mund të përfundojë me një referendum, deklaroi Wadephul për një media gjermane. Sipas tij, qytetarët e Ukrainës do të duhet të vendosin nëse do të pranojnë ose jo kushtet për të dhënë fund luftës, duke referuar kërkesës ruse për koncesione të gjera territoriale. Detyra e diplomacisë është të hartojë kompromise që palët në konflikt mund t'i pranojnë. Në fund të fundit, kjo do të nënkuptojë gjithmonë koncesione të dhimbshme, deklaroi ministri i jashtëm gjerman. Gjermania teston armën e re supermbrojtësie, sistemin izraelit Arrow 3. Mediat në Gjermani shkruajnë se bëhet fjalë për sistemin më modern të mbrojtjes ajrore të stacionuar në Holzdorf.
Kjo nënkupton se për herë të parë Gjermania mund të shkatërrojë raketat jashtë atmosferës përpara se ato të arrijnë në territorin e saj. Në këtë drejtim bëhet e ditur se forcat armatosura gjermane po investojnë rreth 4 miliardë euro nga fondi i tyre i posaçëm në sistemin e mbrojtjes. Shitja prej gati 4 miliardë eurosh e Euro 3 Gjermanisë e konsideruar marrëveshja më e madhe e eksportit të mbrojtjes në historinë e Izraelit, u nënshkrua në shtator të vitit 2023. Sistemi Euro 3 është projektuar që të shkatërrojë raketat balistike, ndërsa ato janë ende jashtë atmosferës. Thuhet se sistemi ka rrëzuar qindra raketa balistike të lëshuara drejt Izraelit nga Irani dhe grupi Houthi i mbështetur nga Irani në Yemen gjatë luftës në Gaza. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi presidentin rus Vladimir Putin se ndonse NATO-ja është një aleancë mbrojtëse dhe u të mbetet e tillë, ajo është e gatshme dhe vendosur të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur 1 miliard qytetarë dhe për të garantuar sigurinë e territorit. Rutte paralajmëroi se aleanca po përballet me rreziqe reale dhe të qëndrueshme, teksa Rusia vazhdon agresionin kundër Ukrainës dhe provokimet ndaj vetë aleancës. Rutte theksoi se vendet anëtare po rrisin ndjeshëm angazhimet e tyre, por shtoi se duhet bërë edhe më shumë në muajt dhe vitet në vijim. Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian arrin marrëveshjen mbi një rregullore që parashikon një ndalim gradual dhe ligjërisht të detyrueshëm të importeve të gazit natyror të lëngshëm deri në vitin 2027. Marrëveshja e arritur nga ligjvënësit të martën vonë në mbrëmje për kontratat afatshkurtëra të lidhura përpara 17 qershorit 2025 parashikon ndalimin e importeve të gazit lëngshëm rus nga 25 prilli 2026 dhe nga 17 qershorit 2026 për gazin e transportuar nëpërmjet tubacionit. Për kontratat afatgjata për importin e gazit të lëngshëm, ndalimi hyn në fuqi nga 1 janari 2027 siç parashikohet dhe në paketën e 19 të sanksioneve kundër Rusisë. Sa i përket kontratave afatgjata për importin e gazit rus përmes tubacioneve, ndalimi do të hyjë në fuqi më 30 shtator 2027 me kusht që kapacitetet e magazinimit të gazit jenë të mbushura mjaftueshëm dhe jo më vonë se 1 nëntori 2027. Komisioni Evropian propozoi një rregullore për të ndaluar importet e gazit rus në vend të sanksioneve, pasi rregulloria mund të miratohet me shumicë të kualifikuar, ndërsa sanksionet kërkojnë pëlqimin unanim nga të gjitha shtetet anëtare. Bashkimi Evropian po përgatit sanksione të reja kundër qeverisë së presidentit bielorus Aleksandr Lukashenko. Shkak janë dyshimet për një fushat hibride kundër Lituanisë fqinje. Paralajmërimi vjen nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjendja në kufi me Bielorusin do të përkeqësohet me shpeshtimin e futjes së balonave të kontrabandës në hapësirën ajrore të Lituanisë, shkroi presidentja e Komisionit Evropian pas bisedimeve me presidentin lituanes Gitanas Nausėda. Një sulm i tillë hibrid nga regjimi Lukashenkos është plotësisht i papranueshëm. Lituania vazhdon të ketë mbështetjen tonë të plotë, tha von der Leyen, duke shtuar se po përgatisin masa të mëtejshme në kuadër të regjimit të sanksioneve. Lituania e mbylli kufirin me Bielorusin në tetor pasi 10 balona të ngarkuara me cigare kontraband hynë në mënyrë të palishme në hapësirën e saj ajrore, duke detyruar disa aeroporte të mbyllen dhe duke nxitur tensionet mes dy vendeve. Kompania Meta fillon heqjen e fëmijëve australian nën 16 vjeç nga platformat e Instagramit, Facebookut dhe Threads, vetëm një javë përpara se të hyjë në fuqi ndalimi zyrtar për adoleshentët në rrjetet sociale. Pritet që 150.000 përdorues të Facebookut dhe 350.000 llogari në Instagram të preken nga këto masa. Threads, platforma e ngjashme me X ose ish Twitterin, mund të aksesohet vetëm përmes një llogarie në Instagram, shkruan BBC. Ndalimi i rrjeteve sociale për të miturit i pari i këtij lloji në botë hyn në fuqi më 10 dhjetor në Australi. Sipas ligjit të ri, kompani do të përballen me gjoba deri në $49.5 milion australian nëse nuk marrin masa të arsyeshme për të ndaluar fëmijët nën 16 vjeç të hapin ose të mbajnë llogari në platformat e tyre. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.